Ju duhet jeni kryetari i komunës së Vushtrisë? Unë jem Shaban Miftari, vi nga një familje e pasër, patriotike. Kom vendos me garu si kryetar për komunën e Vushtrisë, për disa çështje. Është punë e qeverisja keqe, dhe që tash e kam fjallën është qeverisja keqe. Bilen që 4 vjetë është qeverisja keqe. Unë nuk i përgjigjem partisë politike. Më orë dikosh e më ngri shkurt veshën, më thonë, qështu kemi punu edhe që ka. E kam një plan program për qeverisje komunale. Për ja fillë pak me do plane që i kam, publikimi i tendera të hapur për qytetarët dhe mediat. Nuk do të ketë tendera të mbyllur, po të hapur, ku do t'jenë mediat prezent, qytetarët. Edhe një fush tash tjetër, raportin mbi shpenzimet e projekteve. Projekte që do të bëhen, do të me pas raport. Platforma ku qytetarët do të votojnë për projektet e mëdha. Ku merret një projekt i madh, qytetarët do të jenë gjithë e të votojnë përmes sistemit online. Publikimi i konkursit të hapur. Kjo publikojmë do të me komo i hapur, e ju letë që është që jetë i hapur. Po më kam duhet një rast që vajza ime u kanë konkursin, e ka dhënë testin, është në infermieri, e ka dhënë testin me shkrim, kur e kanë thirrë për test, kështu në pyetje, e kanë anulluar njerë, e kanë thirrë, tani kanë thonë jo, mos hajde se u shtyp për një kohë pacaktuar, në vitin 2023 kjo ka qenë, edhe më nuk e kanë thirrë fare. Takimi për shqetësimin e qytetarëve. Një takim që këtu e kam të veçantë. Zoti Ferit Idrizi nuk ka këtu. Për këto kam një kritik madhe. Kam shkuar, i kam bën 3 kërkesa të ai. Jam shkuar, kam bisedu me ta, edhe e kam sqaruar për një fëmijë që ka pas nevojë, faktikisht fëmijë, për një asistent në shkollë. Për klasës të parë të shtatën e kam pagu. Jam shkuar, më ka thonë, nuk kam kohë më mirë, kur ja kam nisë, se kam palë tjera. Por çfarë arsye kam pas me thonë edhe në sy që të sene Feritit. Tash po vazhdoj me një plan tjetër. Arsimi. Do të ndërtoj një shkollë speciale për fëmijët me nevojat e veçanta. Por që të arsye, e kom marrë edhe që të program një shkollë që do të më ndërtu për që ta fëmijë. Me pas kujdes. Unë nuk e kam derë se unë e kom hjek, por kom pas. Që kom pas një vëlla, po mos veç më të më ndërprejnë pak. Jo, nuk po ndërprej edhe për 5 sekonda. Okej. Transport foras, shujta, shkolla, staf profesional, psikolog, logoped. Shëndetësi. Në shëndetësi do të sigurojmë pajisje moderne mjekësore. Shujta foras për punëtuar të stafit shëndetësor. Infermierët, praktikantë do të paguhen 30% të pagës bazë, duke formuar një fond të komunës. Faleminderit shumë. Kjo është e koha. Zoti Meholli, do të vijë më tutje. Ta dham pak më shumë kohë, me respekt, natyrisht, zoti Shaban. Zoti Meholli, kandidati